politike që të nisin konsultimet edhe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, nga cilat pra sipas tyre afati do të rrjedh prej fundit të gushtit deri në nëntor, mirë po para se të flasim për zgjedhjet për shkak akoma kemi kohë për shkak që presidentja ende nuk ka ftuar për konsultim dhe nuk ka bërë të ditur se ka një plan të tillë aktualisht me subjektet politike dhe krerët e tyre. Komunat e vendit, pra 38 komunat rrezikojnë që të kryejnë projektet e tyre sidomos gjatë vitit të fundit, pra në këtë vit kur edhe do të ketë fushatë dhe zgjedhje në këto 38 komuna, pikërisht për shkak të mungesës së konstituimit të kuvendit dhe kalimit të buxhetit. Kthehemi në studio tani dhe flasim me kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, për këtë shqetësim që e ka ngritur. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me ne. Përshëndetje Irina, përshëndetje Besnik, faleminderit për ftuesën. Faleminderit. A na përshkruani zoti Ibrahimi fillimisht shqetësimin tuaj lidhur me këtë, si po e pengon kuvendi votimin dhe kalimin e buxhetit apo kornizës afatmesme të shpenzimeve për komunat në nivel republike? Jo, në realitet kuvendi këtu nuk është ndonjë pengesë, sepse kuvendi me kornizën në paktën është pretendimi i ministrit financave që kemi. Po, ministri financave paraqet si pengesë një antar i komisionit të granteve me ligjin në fuqi për financat e pushtetit lokal është kryetari i komisionit për buxhet dhe financa. Mirë po, ai komision përbehet nga 9 antar. Kështu që nëse mungon dikush aty mund të ketë vendimarrje, domethënë se 8 tjerë janë. Aty 4 përfaqësuesët në këtë komisionin e granteve janë nga komunat dhe 5 janë nga institucionet qendrore, përfshirë edhe Parlamentin e Republikës Kosovës. Mirë po, me ligjet në fuqi, Parlamenti i Republikës Kosovës për kornizën afatmesme të shpenzimeve 2026-2028 vetëm informohet, nuk ka vendimarrje aty. Dhe neve si komuna kemi ngritë këtë shqetësim se deri me 30 prill, zakonisht është hera e parë, aq sa muaj mendun, që nga fillimi i punës time në Asociacionin e Komunave të Kosovës që ndeshemi me këtë problem. Dhe deri me 30 prill Komisioni i Granteve është dashur ta marrë vendimin sa i përket aprovimit për kornizën afatmesme, sepse deri me 15 maj duhet shohet në qarkullim qarkuarja e parë buxhetore, ku komunat pastaj e kanë ato si referencë apo si udhërrofys për planifikimin buxhetor për vitin 2026. Se për vitin 2025 gjithçka ka mbaruar përveç 3 komunave. E këto është problemi i konstituimit parlamentit në mënyrë të drejtë për drejtë ndikon në buxhetin e 3 komunave të cilat pas afatit ligjore kanë miratuar buxhetin e tyre, është komuna Prishtinës, Xhilanit dhe Zubin Potokut. Përndryshe komuna tjera gjithçka është në rregull, mirëpo tani se cikli buxhetor fillon pas shuarjes qarkuarës parë buxhetore dhe mbaron me 30 shtator. Dhe nëse komunat nuk e kanë një udhërrofys se në çfarë korniza duhet të hartojnë buxhetin e tyre, atëherë është problematike. Pra po i bjen që ju keni problem me qeverinë në detyrë, apo jo? Po, ashtu i bie. Nuk po sqaroheni? Çka është ideja? Ju shpesh, zotri Ibrahimi, jeni ankuar si asociacion për raporte jo fort të shëndosha me qeverinë që e kishim për 4 vjetë. Pse ka ndodhur një gjë e tillë? Është shumë e vërtetë, domethënë shumica absolute e kryetarëve kanë konkluduar kështu. Dhe në bazë të takimeve që kemi pasur si asociacion edhe me kryetarët komunave, po edhe me drejtor komunal, me zyrtar komunal, ku kemi rreth 23 asociacione sektoriale, është konkluze përbashkët e shumicës komunave që bashkëpunimi me nivelin qendror ka munguar. Edhe nëse ka pas, ai bashkëpunim nuk ka qenë sinqert dhe serioz. Sa nuk ka qenë sinqert? Po, shikoni, tash nëse kryetarët e komunave kanë marrë pjesë në disa takime me kryeministrin Kurti, problemet dhe hallet cilat i kanë adresuar, ato nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje. Përkundrazi ka pas pengesa nga niveli qendror në realizimin e kërkesave të komunave. Rasti më eklatant mund të themi kontrata kolektive, ku ende komunave janë duke u marrë me 10 miliona euro dhe këtë vit. Do të ndërë më tani në bazë të shifrave që i kemi janë mbi 130 miliona euro që kanë marrë komunave padrejtësisht. E sidomos gjatë 3-4 viteve të fundit. Dhe kërkesa jonë është të gjendet një zgjidhje. Niveli qendror për 4 vite ka dëgjuar hallin e gjithë kryetarëve të komunave, pa marrë parasysh përkatësinë politike të tyre, mirë po nuk ka gjetur një zgjidhje. Problemi te kontratat kolektive nuk është vetëm që po i mirën komunave mjetet financiare për zbatimin e kontratës kolektive, po janë edhe me 10 miliona euro që po jipen përmbaruesve. Nuk po themi që janë të jashtëligjshme. Mirë po ato janë para të taksapaguesve kosovar dhe neve si asociacion e konsiderojmë ato si një gjakderdhje e pastër financiare. Po e marr një shembull.
Komuna Hanit e Lezit, e cila është një ndër komunat më të vogla, dhe me buxhetin pothuajse më të vogël në komunat e Republikës Kosovës, për zbatim kontratës kolektive me një fakturë ju kanë marrë rreth 240.000 euro, ku 120.000 euro kanë shkuar për procedura përmbarimore. Dhe kjo mund të parandalohet nga qeveria dhe nga parlamenti. Mirë po, në asnjë rast as qeveria, as parlamenti nuk kanë gjetë gatishmëri që t'i jap zgjidhje. Problemi tjetër është, nëse më lejohet edhe një shembull të marr, është që kryetarët e komunave gjatë këtyre viteve janë ankuar për padrejësinë që ministritë e linjës i bëhen komunave në baza politike apo etnike në ndarjet e mjeteve buxhetore, ku për shembull vitin e kaluar një komunë ka marrë 102 euro për kokë banori, e një komunë ka marrë 1.84 euro për kokë banori. Kush me kë? Po janë aty, janë komunat të tash nuk do t'hy në detaje, po këtë vit, për shembull, për këtë vit, këto ministrit linjës në total kanë nda buxhet për një komunë më shumë se sa për komunën e Prishtinës dhe komunën e Prizrenit së bashku. Dhe për këtë arsye kanë më shumë të banor në nivel republike. Po, do të thonë komuna e Prishtinës edhe komuna e Prizrenit kanë më së shumti, edhe janë pothuajse tatim paguesit, edhe komuna e Ferizajit, një ndër ato komuna me tatim pagues më të mëdhej, edhe me fuqi ekonomike, mirë po në ndarjet buxhetore nga ministritë e linjës kjo nuk reflekton. Dhe neve kemi kërkuar zgjidhje. Mirë po zgjidhja nuk është dhënë. Përkundrazi, a flasim për një çështje shumë aktuale, të thotë në këtë qershor bën 2 vjet që kur janë vendosur masat ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Shumë flasim për idenë se qysh komunat në mënyrë të drejt për drejt janë prekur nga pezullimi i fondeve të Bashkimit Evropian. Qysh dalin komunat prej krizave, qysh i jetësojnë ato planet e tyre infrastrukturore, kur dihet që shumica parave vinë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, sidomos. Është shumë problem besnik sepse niveli qendror nuk ka dhënë zgjidhje asaj përket këtyre fondeve. Në të kaluara një nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me shtete të ndryshme, në mënyrë që të zbatohen shumë projekte për investime kapitale, mirë po përmes këtyre masave shumë projekte nuk do të realizohen. Nuk ka të bëj me këto projekte vetëm në investime kapitale, po dhe në ngritjet kapaciteteve të zyrtarëve komunal, apo projekte të tjera të cilat ndërlidhen në mënyrë të drejt për drejt me komunat. Dhe qeveria deri më tani ende nuk ka dhënë ndonjë zgjidhje se çka do të ndodhë me ato, a do të kompenzohen nga niveli qendror apo jo. Edhe pse vullneti i nivelit qendror është që sa më shumë komunat ka aspekti financiar, kushtimisht të dëmtohen përmes kontratave kolektive. Vetëm gjatë këtyre 4 muajve, komunave ju kanë marrë me procese gjyqësore mbi 43 milion euro, ku shpenzime kapitale ju kanë marrë mbi 21 milion euro, ku shumica më e madhe këtyre mjeteve që janë marrë për investime kapitale janë si pasojë e kontratës kolektive. Dhe ato ende vazhdojnë. Përveç investimeve kapitale ju kanë marrë mbi 10 milion në subvencione dhe transfere. Ju kanë marrë mbi 11 milion për mallra dhe shërbime. Dhe komunat po dëmtohen jashtëzakonisht shumë. Kurse niveli qendror nuk po jep asnjë zgjidhje. Këtë qarkurën buxhetore, për cilën folëm që në fillim, a ka të drejta procedoj tutje qeveria aktuale, pra presni që qeveria në largim, sepse tashmë kryeministri dhe kabineti i tij kanë dhënë dorëheqje ta procedoj tutje dhe dua dërgoj komunave, apo vërtet ka një blokadë edhe në këtë aspekt, sepse duhet pritet formimi i qeverisë tre. Dhe meqense jemi pothuajse në fund, dua ta lidh pak këtë situatë edhe me zgjedhjet lokale, për çka folëm. Pra, a ka indikacion se diçka e tillë është bllokuar edhe për shkak të zgjedhjeve lokale që pritet mbahen në vjesht? Po, te çështja e qarkurës së parë buxhetore, unë dua të besoj që niveli qendror do ta jep një zgjidhje. Ata duhet ta gjejnë metodën se si mund të bëhet kjo. Do të thonë se ka aspekti ligjor, nëse mungon një antar, 8 antar janë aty dhe mund të kemi vendimarrje. Dhe pastaj të hartohet qarkurja e parë buxhetore, ku komunat në bazë të saj mund ta marrin udhë rrëfysen dhe të fillojnë planifikimet buxhetore. Unë dua të shpresoj, po deri në kaetja e kësaj jave, se pastaj deri me 15 maj të jepet një udhë rrëfys komunave në mënyrë që të hartojnë. Sa i përket pyetjes së dytë, kryetarët e komunave mendojnë që ka dhe implikime politike. Mirëpo neve si asociacion implikimet politike nuk i marrim fort parasysh sa i përket, sepse jemi një mekanizëm profesional dhe gjithmonë kemi ngrit probleme shqetësimet komunave ka aspekti profesional. Normal, nëse nuk ka investime në për komuna, normal që kryetarët e komunave aktual, cilët i kanë dhënë zotimet para zgjedhore, atëherë nuk mund t'i përmbushin.
Nëse një komune tani aktuale, për shembull komunës Ferizojit, ju ka ndërguar fakturat rreth 12 milion euro për zbatimin e kontratës kolektive, normal që do të ketë minus 12 milion euro në investime kapitale. Edhe komuna tjera, do më thonë, i kanë brengat pothuajse të ngjashme. Ishte kënaqësi që ishit mysafir në këtë magazinë informative të së dielës Zotri Ibrahimi. Ju prisim sërish edhe për tema tjera që janë shumë të rëndësishme për gjitha komunat dhe po ashtu për Kosovën. Tani ne shkojmë me kronikën e Hagës, ku në mënyrë më të